Pallati i Kulturës në Ifrashi në Përmet është kthyer në arsye në një përplasje të fortë mes intelektualëve e banorëve të qytetit nga njëri krah, kishës ortodokse e disa besnikëve të saj në krahun tjetër. Prej vitesh, kjo qendër kulturore është adoptuar në një kishë ortodokse, drejtuesit e së cilës pretendojnë se ajo është ngritur në tokën që i takonte kishës së Shën Marisë së Pazarit, e cila është shkatruar në vitin 60. Por në fakt, dokumentat e kohës tregojnë se nga 584 metra katror ku shtrihet Pallati i Kulturës, vetëm 25 metra në fakt i takojnë kësaj kishe. Mbështetur pikërisht në dokumentat e arkivës së qytetit të Përmetit, Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit në Tiranë, si dhe provave të paraqitura nga palët, gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër në 2001-shin, apeli në 2002-shin dhe gjykata lartë në 2003-shin me vendim të formës së prerë, vendosin që Pallati i Kulturës në Ifrashi të mbetet i tillë, duke mos pranuar kërkesën e kishës ortodokse të qytetit të Përmetit. Në 2004 gjykata kushtetuese la në fuqi vendimet e 3 shkallëve të gjyqësorit, duke i cilësuar ato si të rregulta dhe konform kushtetutës. Por të fitosh gjyqin në Shqipëri nuk do të thotë se ke fituar të drejtën, edhe pse një vepër publike, zyra e përmbarimit, nuk ka mundur do ta zbatoj këtë vendim. Një vend ku ligjet nuk zbatohen është ideal që gjithkusht i zbatoj projektet sipas dëshirës së tij. E madje kjo merr hov në një periudhë ku mos zbatimi të ligjit i shtohet edhe mos funksionimi i pushtetit vendor, pasi kryetari i ri nuk është mandatuar, ndërsa i vjetri nuk i pengoi punimet për vite me radhë. Në këto kushte kisha vazhdon punimet në mënyrë të fshehtë, duke i maskuar ato si rikonstruktimi të çatisë së ndërtesës, edhe pse ligjërisht ata nuk kanë punë me asnjë tjegull të saj. Përtej mureve të gurta të ndërtesës që quhet Pallati i Kulturës, një tjetër godin po merr jetë. Top Channel filmoi gjithçka, teksa makineri të rënda hedhin beton në mënyrë të kundralishme brenda Pallatit të Kulturës në Ifrashri, sigurisht jo për çatin, por për një ndërtim shumë më të madh, një ndërtim brenda ndërtimit. Kjo ndodh në orët e vona të natës në mënyrë ilegale, ku rrugët e qytetit të Përmetit janë të boshatisura nga kalimtarët. Ndërkohë paradite gjithçka kthehet normale, nga jashtë asgjë, përveç disa gjurmëve të vogla të cilat gjithsesi nuk japin imazhin e vërtetë të ndryshimeve që po ndodhin brenda saj. Kjo jo vetëm për qytetarët e thjeshtë, por edhe për strukturat shtetërore. Objekti vazhdon të përdoret nga kisha ortodokse dhe ne ndihemi të pafuqishëm për të vepruar brenda Pallatit të Kulturës. Nuk jemi lejuar për kontroll. Aty po ndërtohet dhe po prishet Shtëpia e Kulturës. Nuk është e vështirë të mësor se si është e mundur që në mes të qytetit brenda Pallatit të Kulturës është duke u ndërtuar një kishë, pa leje ndërtimi dhe mbi të gjitha duke shkatruar një ndërtesë që me vendim final gjyqësor është pallat kulture. Dhe këtë nuk ka se si ta ndalojë as policia bashkiake, as policia ndërtimore e as ajo e rendit. Dhe kjo pasi ka qenë vetë bashkia e këtij qyteti, pronarja e kësaj ndërtese e cila të paktën 3 herë ka dërguar për miratim në Këshillin Bashkiak një plan rregullues të territorit të qendrës së qytetit, ku në të 3 rastet përfshihej një ndërhyrje në Pallatin e Kulturës, por që në të gjitha rastet me shumicë votash projektet janë rrëzuar. Një variant ka qenë me planin rregullues të gjithë qytetit, duke përfshirë dhe qendrën. Të dytën që në planin pjesor të qytetit dhe të qendrës së qytetit duke zhvendosur edhe monumentin e partizanit pa njohur në qytetin e Përmetit, dhe e treta që duke futur dhe në rrugë kështu që të merreshin firmat dorasi, dhe në këtë variant kjo nuk kaloi. Pikërisht në këtë situatë Bashkia Përmet në shkelje të plotë të vendimeve të gjykatës ka bashkëpunuar duke lejuar në këtë mënyrë përmes një qarkoreje jo zyrtare nisjen e punimeve për rikonstruktimin e çatisë së Pallatit të Kulturës. Kjo ishte vetëm piknisja, sepse synimi në fakt ishte tjetër. Pavarësisht kërkesës sonë për të marrë një prononcim nga ana e kreut në ikje të Bashkisë së Përmetit Edmond Komino apo zëvendësit të tij, ata kanë refuzuar. I njëjtë ka qenë edhe qëndrimi i krerëve të kishës ortodokse të Përmetit.
Megjithatë, Top Channel ka mundur të siguroj pamjet ekskluzive të asaj që po ndodh brenda mureve të Pallatit të Kulturës. Godina në brendësi të saj është shkatruar plotësisht, ndërkohë që ka nisur ndërtimi një godine tjetër, e cila mund të dallohet lehtësisht nga 10 kolonat e betonit të ngritura disa metra nga toka. Tashmë gjithçka qartësohet. Brenda godinës së Pallatit të Kulturës Naim Frashi po ndërtohet në mënyrë të kundralishme dhe ilegale një kishë, duke shfrytzuar amullinë aktuale politike, krerët e kishës ortodokse të Përmetit, mes të cilëve prifti i lidhur me skandalin e zhvarrimeve në Kosin, Vasil Thomollari, po luajnë me faktin e kryer, duke sfiduar hapur këtë herë drejtësinë shqiptare, e cila ka folur me vendim të formës së prerë kundër tyre. Plani është i qartë. Pas përfundimit të ndërtimit larg syve të publikut në ilegalitet të plot, muret e Pallatit të Kulturës do të rrëzohen plotësisht, e nga to do të mbi kisha e re ortodokse e qytetit të Përmetit. Në atë moment, rrëzimi do të jetë thuajse e pamundur, pasi nga krerët e saj do të paraqitet si një sulm i shtetit kundër fesë. Përmeti do të bëhet kështu me një kishë të re dhe do të mbetet përfundimisht pa Pallatin e Kulturës. Dhe ky do të jetë edhe rasti më i pashëmbullt në botë, kur një projekt i bashkisë për ndërrimin e çatisë së Pallatit të Kulturës përfundon me mbjelljen e një kishe brenda tij. Sot, në Pallatin e Kulturës nga dikush që kuptohet është futur kali trojs, i cili çdo ditë po e rënon, po e tjetërson Pallatin e Kulturës Naim Frashi. Të vërtetën e duan të gjithë, e duan qytetarët me kulturë të Përmetit. Pallatin e Kulturës e do historia, e mbron ligji, e do dhe vetë Zoti. Ndërtimi i një kishe është padyshim një gjë e zakontë dhe krejt normale në një vend me liri fetare. Por kjo që po ndodh në Përmet ka marrë për masat e skandalit, për shkak se këtu po ndërtohet një kishë pa leje ndërtimi, një kishë që ndërtohet në mënyrë ilegale, një kishë që po ndërtohet në kuriz dhe duke shkatruar një institucion kulturor, që u shërben si muslimanëve, ashtu edhe të krishterëve. Skandali qëndron edhe në faktin se kjo po ndodh për dhe në dieninë të gjithë zyrtarëve, të cilët nuk dihet nëse janë kaq shumë të dhënë pas besimit fetar, apo korrupsioni po i shërben palishmërisë edhe në fe. Kjo histori sigurisht nuk ka lidhje me ndonjë qëndrim kundër kishës ortodokse, e as kundër priftit Vasil Thomollari, por vetëm me faktin e thjeshtë, se jo vetëm në Shqipëri, por në çdo cep të botës, ligji është i barabartë për të gjithë, edhe për vetë hirsinë e tij.